flokët. Erdhën Pako. Një nga ato Pako që unë zi po e prisja. Se s'është aq keq po ta shikosh. Çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të gatuajmë fasule të untan. Dhe nëse nuk duhet kemi pasur. Hej, ja ku jemi në episodin e 4 të ditarit tim të vjeshtës. Unë sot po filloj një vlog të ri dhe vendosa që të hap kamerën, duke qenë se bëra një dush tani në mëngjes dhe doja t'ju tregoja pak se si duken flokët e pas stiluara fare. Duken kështu, pra e kanë onden, por imagjinoni thjesht pak pjastër nëse do vendosja dhe do bëja disa onde të rregullta, sa bukur që do të dukeshin. Edhe baluket kanë marrë një formë shumë të mirë. Dhe të mendosh jam edhe pa make-up edhe shikoni pak se sa të rregullta që duken. Është ajo që doja në momentin që kam prerë flokët, pra diçka shumë komode që të mos më mundonte shumë, sidomos mëngjeseve ku më të dal me nxitim dhe nuk do të kem kohë për t'i rregulluar. Duke qenë se jam pak person dembel për flokët, kur vjen puna për stilimin e flokëve, ky model më është përshtatur shumë mirë. Sot është një nga ato ditët që nuk kam asgjë për të bërë, si radhë herë, i kam mbyllur të gjitha punët dje, madje pastrova dhe shtëpinë, dhe sot nuk doja që të kisha asgjë, sot do ta kem të dedikuar të gjithë ditën për të bërë vlog, pra për t'ju treguar ditën time dhe çfarë do të bëjmë. Dhe kam vendosur që të filloj me një maskë. Është maska me vitamin C, të cilën do ta vendos, besoj se do jetë vetëm për pjesën këtu tek syt. Ndërkohë që kam vendosur një çaj, edhe do shikojmë vlog. Tamara ka nxjerr vlog nga Londra dhe do shikoj Tamarën. Çaj duhet jetë gati tani, pra sot do ta kalojmë të gjithë ditën bashkë. Nëse ju nuk keni bërë akoma subscribe, ju ftoj të bëni një subscribe sepse shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Kemi video të reja çdo javë, të paktën një video në javë e kam postuar gjithmonë. Për momentin jemi tek rubrika Ditari i Vjeshtës, ku ndaj me ju opinione, mendime, ndjesi të vjeshtës për ditëshmërinë time. Kështu që pse jo, më bëni një subscribe sepse më ndihmoni shumë dhe më frymëzoni akoma më shumë. Besoj se keni dëgjuar nga vloget e kaluara që kam thënë që po kërkoja një varse për rrobat, druri, për të varur kryesisht xhaketat, paltot dhe këto, dhe e kisha porositur tek Temu, dhe tani dua t'ju lej një video, dje na ka ardhur Pakoja vonë, pra ishte dark kur erdhi Pakoja. Është fjala dark vjen nga Shqipja. Urës i thonë, e shkruajnë kështu, i thonë bridge. Këto janë dy brigje. Brigje. Ja ku doli fjala shqipe. Brigje. Si do të fjala dark vjen nga Shqipja. Nejse. Dhe po thoya që Pakoja na erdhi në dark dhe normal e montuam. Thash hajt po e hap se mezi po prisja në fakt, doja isha kurioze të shikoja si kishte ardhur. Dhe tani po ju lej një video nga dje për pjesën e montimit dhe rikthehemi këtu shpejt e shpejt. Mani që të lek mba. Jo, tash kjo është e vogël apo është e madhe? Kjo është
E gjë, po jo e qatë. Se s'është aq keq po ta shikosh. Sot arruja. Nuk ka shumë keq. Po ta shikosh shumë ka larg shumë të lartë. Ku dalë ishte kuzhina? Atëherë siç e pa në videon, kemi qeshur pa fund. Kjo është varse që ka ardhur. Në qoftë se kjo do ishte e gjatë të paktën deri këtu, do ishte shumë okej, por është shumë e vogël, shkak të paktën sa e vogël që është. Unë, kur e kam bërë porosin, nuk e ka fajin fare temu për këtë, sepse materiali është vërtet shumë i mirë dru, por unë kur e kam bërë porosin, kam gabuar në pjesën e matjeve, pra e kam parë aty 100 cm dhe kam thënë okej, është okej, pa e menduar gjatë se sa është 1 metër, pra që është kaq e vogël. Dhe tani nuk di si të bëj. Këtë e vendosa tek dhoma, po ju le edhe një video planash të shikoni se si duket tek dhoma. Gjithsesi nuk kam shumë hapësirë këtu në shtëpi, pra dhe për varsen e rrobave nuk është se kam shumë hapësirë. Edhe në qoftë se do ishte më madhe, e njëjta gjë do të ishte, pra ashtu do të duket, thjesht do ishte pak më e gjatë pjesa e varjes, por nuk di se si të bëj. Duket sikur është për dhoma fëmijësh, them të drejtën, dhe do shkonte shumë mirë në një dhomë fëmijësh, por për tek dhoma ime nuk është se përshtatet shumë. Tani faktikisht nuk e dija që kisha hapësirë kaq pak tek dhoma, pra në mendjen time më ishte fiksuar sikur dhoma ishte më e madhe dhe mund të vendosja një varse rrobash aty. Por dhe këtë që provova, që është e shkurtër dhe e vogël, siç e pa duket shumë ngushtë, pra është gati ngjitur me krevatin, edhe nuk përshtatet shumë, dhe nuk di si të bëj tani të marr një varse që të jetë më e gjatë, pra njësoj si kjo për të jetë 1,50 cm, apo thjesht ta mbaj këtë për momentin dhe ta shikojmë se si do ta sistemoj. Dollapi është i vogël dhe problem shumë i madh. Ndoshta do më duaj një dhomë tjetër. Pra, shtëpia 1+1 nuk është për mua idealisht, por hajde tani do ta sistemojmë si do ta sistemojmë për momentin dhe më vonë do shoh. Mendosh nuk kam nxjerr akoma pulovrat, nuk kam nxjerr akoma gjërat e dimrit, fix, i kam për valixhe, dhe kur t'i nxjerr nuk e di se ku dreqen do t'i vendos. Pra, fillimisht kur e mora shtëpinë, thjesht mendova verën, edhe në verë ishte çdo gjë okej, sepse normal kemi më pak rroba, dhe rrobat nuk zën shumë hapësirë, pra janë më të holla, nuk zën shumë hapësirë. Ndërkohë që tani që po vjen dimri, po i bie mendjes që nuk kam hapësirë dhe kështu. Përshëndetje përsëri, unë kam ndryshuar pak outfitin. Kjo është ajo koha ku ti nuk di se çfarë të veshësh. Nëse vishesh shumë holl, fillon dhe ke ftohtë. Nëse vishesh shumë trash, ke shumë vap. Nuk gjen atë të mesme për t'i kombinuar veshje dhe është vërtet shumë problem pjesa e outfiteve në këtë kohë, paktën për mua, më duket sikleti më i madh që kam në momentin që dal, të mendoj se çfarë duhet të vesh,
Edhe u vesha shumë thjesht, sepse puna qëndron kështu. Babi është nisur bashkë me motrën, do të vinë sot, sepse në orën 12 të darkës vjen Daja dhe duhet që ta presin dhe ta marrin për në Korç, kështu që do të vinë pak më përpara dhe besoj se do dalin. Dhe të mos dalë kështu fare pa make-up, mendova të bëj një make-up shpejt me ju dhe të flasim pak bashkë. Shku kremi me SPF 50. Ja u kam treguar shumë herë, unë vetëm këtë përdor, vazhdoj ta përdor, kam 3 vite ose më shumë që po e përdor dhe jam e kënaqur, edhe pse po mendoj që të ble make-upet të tjera, prap se di, nuk e di sa do më përshtateshin, a do më përshtateshin sa ky, a ja vlejnë e kështu dhe ashtu dhe nuk e di, s'kam pasur guximin që ta ndryshoj. Gjithsesi, do doja nëpër komente të më sugjeronit make-upet të cilat fondatina, pra, që janë shumë cilësore dhe që ju kanë dhënë shumë rezultat dhe ndoshta do shoh dhe mund t'i blej. Ndërkohë po përdor këtë furçën e re, edhe ishte super e mirë për të hapur make-upin dhe concealerin. Sot doja t'u flisja pak për porosit online dhe prindrit. Nuk e di se si janë prindrit tuaj me teknologjinë, a kanë Facebook, a kanë Instagram. Mami im për shembull ka vetëm Facebook dhe mund të them që nuk është për porosi online. Do me thënë çdo porosi online që bën, i dhe një dështim. Dhe unë gjithmonë që porosis online më thot mos porosit online se nuk janë të mira. Duhet gjithë se ka eksperiencë të keqe për veten. Mendoj që dhe unë bëhet një lloj gabime që bën ajo. Për shembull, ka shumë faqe në Facebook që nuk e reklamojnë produktin live, pra e tregojnë produktin, por tregojnë vetëm foton e modeles apo foton e website-it aty, dhe produkti është komplet ndryshe nga afër. Mamit i ka ndodhur disa herë që produkti që i ka ardhur të ketë qenë komplet ndryshe nga produkti që ka porositur, edhe kjo ka bërë vërtet shumë nervoze, aq shumë sa një ditë e kishte hapur pakon në sy të kurrierit, edhe e kishte kthyer mbrapsht. Gjithmonë i them të mos porosis në faqe të cilat nuk i reklamojnë produktet ashtu siç duhet, sepse normal çfarë mund të presësh, po gjithmonë ajo vazhdon me të sajën. Para se të bëj make-upin, unë i hidratoj shumë buzët, besoj se keni vënë re, sepse sado të vendosësh produkt pastaj tek buza nuk ka as edhe një lloj vlere. Tani do vazhdoj me syt, për syt përdor këtë paletën nga Catrice, që u kam treguar edhe herë tjetër, dhe jam shumë e kënaqur për momentin me këtë. Furça nuk është shumë e mirë, kjo që kam për syt, nuk më pëlqen shumë. Më shumë përdor gishtat për ta përhapur. Po gjithsesi po e provoj, po jap edhe një shans. Shikoj edhe një video të Hailey Bieber, ku po bënte make-upin dhe tha që gishtat janë mënyra më e mirë për të aplikuar produktin, sepse nuk ka si gishtat. Kështu që unë po vazhdoj me metodën time të vjetër duke aplikuar me gishta. Sot mendova të mos bëja fare make-up edhe të qëndroj gjithë ditën në shtëpi, po e kisha haruar që do vinte motra me babin. U kujtova tani, thash, o sot është e njëjtë, do vi motra me babin, kështu që çau bëu gati. Dhe ajo që doja të flisja sot me ju është kjo pjesa e mbi ngarkesës që ne i bëjmë vetes. Pra nuk e dini nëse ju ndodh dhe ju, po unë jam gjithë kohën duke bërë overthinking për çdo gjë. Pra, mendoj, dhe në të njëjtën kohë nuk bëj asgjë nga ato që mendoj. Pra, mendoj që duhet të bëj këtë gjë, mendoj që duhet të bëj atë, mendoj që më mungon kjo, mendoj që më mungon ajo, dhe prap, në fund, nuk bëj asgjë. Pra, është shumë e çuditshme se si ne ngarkojmë veten për diçka dhe në fund nuk bëjmë asgjë për ta arritur atë që mendojmë. Ndoshta ndikon Instagrami, ndoshta ndikojnë rrjetet sociale, por faktikisht mua të paktën më duket sikur nuk jam fare e kënaqur me punën që bëj. Pra, ta zeme, postoj një video sot, një reels ose një, nuk e di, një postim, e bëj një postim sot,
Sot më duket shumë mirë dhe pas një javë mua nuk do të më pëlqej ai postim. Do më duket sikur nuk është mjaftueshëm, sikur nuk po bëj diçka mjaftueshëm, sikur nuk është diçka në rregull. Nuk e di pse, po më ndodh kjo, po kohët e fundit po më ndodh shumë dhe le të themi që po më shqetëson pak si pjesë. Ndoshta ndikojmë shumë nga rrjetet sociale, kur shikojmë për shembull shumë influencerat të huaja që kanë një tjetër realitet, sado që ne të mundohemi këtu në Shqipëri ose nuk e di, më duket sikur asnjëherë nuk do të arrijmë atë lloj standardi dhe atë lloj, nuk e di, thjesht atmosfera aty është ndryshe nga këtu. Dhe këtë gjë ndonjëherë nuk arrim të ndajmë, unë nisem nga vetja, unë flas shumë me veten, do me thënë gjithë momenteve që mendoj, bëj një mini debat me veten, ku njëra anë thot që bravo se ti ke arritur shumë, nëse ti e kthen kokën dhe sheh pas sa shumë ke ndryshuar dhe sa shumë ke përparuar dhe sa shumë ke arritur, ndërkohë që ana tjetër është gjithmonë kritike dhe thot jo, këtë nuk e ke bërë mirë, këtë duhet ta bësh mirë, duhet të bësh dhe këtë, duhet të bësh dhe Hëna, Marsi, planetet, nuk e di çfarë janë këto, po unë për vete e kam parë veten shumë të stresuar, kryesisht 2 javët e fundit, duke menduar më shumë se ç'duhet. Do bëjmë konturin, për kontur përdor këtë paletën, është paleta ime më e re. Një pyetur shumë për vetullat, edhe po ja tregoj edhe një herë, lapsi që unë përdor është këtu. Është nga Rival. Edhe ka dhe furçën, edhe lapsin, edhe mua më pëlqen shumë, adhuroj. Nuk e di. Është një nga lapsat më të mirë që kam përdorur ndonjëherë dhe që janë përshtatur më shumë, qoftë në aplikim, në ngjyrë, në të gjitha. Mu fik kamera nga bateria, tani dua t'ju tregoj pak kombinimin e buzëve. Është lapsi vetullave që unë e përdor për konturin e buzëve dhe lapsi të cilin unë e kam bler tek Temu, numri 201. Besoj se duket. Pra bëjmë fillimisht konturin me këtë lapsin kaf dhe më vonë si shtoj ngjyrën tjetër. Duken kështu. Dhe në fund vendosim lip glossin nga Kiko në ngjyrë transparente. Për shkëlqim. Tani do sistemoj pak edhe flokët. Dhe jemi gati për të dalë. Ajo që doja t'ju thoja është që gjithmonë jemi në kohë për përmirësim, e rëndësishme është të mos e vendosim veten shumë në presion dhe t'i bëjmë gjërat ashtu siç ne mendojmë se është më mira për ne. Thjesht ja lëm disa gjëra kohës dhe me kohën të gjitha vijnë. Unë këtë do mundohem të ndryshoj si pikë të parë, pra të mos bëj shumë overthinking për veten, të jem mirënjohëse për ato që unë kam. Dhe të përpiqem të ushqej më shëndetshëm, të bëj një jetë pak më aktive, pra në aspektin e shëndetit dhe të konsumoj më shumë ujë. Nëse do kisha objektiva për fundin e vitit, do të ishin këto që sapo thash. Dhe jam kurioz nëse ju keni marrë ndonjë vendim ose keni vendosur objektiva të reja gjatë vjeshtës që do t'i aplikoni në vazhdim, pra deri në fund të vitit edhe për vitin tjetër, do isha vërtet shumë kurioze. Tani do ta karikoj pa kamerë sepse unë nuk kam fare bateri dhe do t'ju tregoj pak më vonë outfitin dhe flokët në total si do na duken. Para se të mi gjithë drita natyrale, po ju tregoj pak flokët. Kam bërë vetëm disa onde të vogla këtu në pjesën para dhe do e lek kështu, më pëlqen shumë. Dhe balukën mund ta kalojmë si dua. Fiti është ky, pra xhinse bashkë me këtë bluzën kështu, duken shumë bukur. Dhe do i kombinoj me atlezet New Balance, kam kohë që nuk i kam veshur.
Mendoj që shkojmë fix për këtë outfit. Kështu pra do shihemi pak më vonë. Mi ka çuar mami nga Koça. Shih, jemi ngarku fare. Sa po kam marrë në shtëpi me motrën, ndërkohë që çunat shkuan për bilardon. Këtu kam marrë pancet nga kjo këtu. Kohët e fundit kam filluar të preferoj më tepër penet sesa linguinit. Edhe do fillojmë të gatuajmë tani, të bëjmë darkën dhe derisa të kthehen të tjerët. Çfarë është kjo? Ajo, tapu. Prove, ma më tha mami, pse I me filmat shumë pësa se Gjupa nuk ka fjetur? Ja dhe që kom ti. Së, E dhe në shpejt. Gruaja ka kaluar në spontan. mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë nuk kam shumë që jam zgjuar, më kishte zënë gjumi në mëngjes se isha shumë e lodhur. Dje motra dhe babi kanë ikur shumë vonë, edhe normal kemi fjetur shumë vonë, kështu që më duhet pak më shumë kohë për të zgjuar. Tani po shkoj këtu tek marketi në lagje për të bërë disa pazare për drekën. Pak si emision gatimi, mirëmëngjes me teftë, çfarë do gatuajmë sot, sepse nuk është se kam bërë diçka tjetër përveç se gatimit edhe rutinave të thjeshta në shtëpi. Çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të gatuajmë fasule të mëdha. Nuk e di se sa I njihni, nuk e di nëse I keni provuar, nuk e di nëse I pëlqeni, por është një nga gatimet e mia të preferuara dhe këtë recetë normale kam marrë nga mami. Është një gatim I cili bëhet në tavë, por fillimisht duhet të zjem fasulet. Fasulet I kam vendosur për të zier. Fasulet nuk janë fasulet e vogla, janë fasulet të mëdha, të cilat janë enkas për të bërë këtë gatim. Pasi të zjem fasulet dhe të jenë gati, do të përgatisim salcën. Salca përgatitet me 2 kokra qep, pudra, sa më shumë aq më mirë, letëm shi e japin dhe asgjë tjetër. Pasi skuqet mirë qepa, do t'i shtojmë salcë domate me shumicë dhe këtë. Dhe normal, sekreti është gjithi tek erëzat, duhet I përdorin të gjitha erëzat, piperin e kuq, piperin e zi, kripën, rigonin dhe pak djegse. Dhe qershia për në fund, gjethe dafine. Është shumë e rëndësishme që kjo tavë të ketë gjethe dafine sepse I jep një super aromë dhe nuk e di, është ajo aroma që unë e adhuroj. Do t'i vendosim të gjitha në tavë dhe do t'i pjekim dhe të na dalë ai rezultati që është shumë I mirë dhe shumë I shëndetshëm dhe plot me proteinë. Nëse nuk e keni provuar, shpresoj që t'ju ndihmoj duke përgatitur këtë recetë. Siç e thash, është një nga recetat e preferuara të mia, që sa herë që e bënte mami, unë e adhuroja, kështu që thash ta ndaj me ju, sepse është një recetë që nuk e kam parë shumë në qarkullim, se zakonisht janë disa receta që mund t'i shikojmë kudo dhe nuk e di, bëhen kështu si viral, si trend, ndërkohë që kjo nuk është akoma trend, le të themi, dhe thash pse jo, duke qenë se unë do ta gatuaj sot. Dje më kishte dërguar mami fasulet, I kishte bler në Korçë. Dhe
dhe më kishte dërguar me motrën, kështu që sa po i mora thash nesër do t'i bëj direkt, do t'i tregoj dhe në blog. Nëse nuk më ndiqni në Instagram, ju ftoj që të më bëni follow, sepse aty jam akoma më shumë aktive, jam aktive çdo ditë. Normal Instagrami është më i shpejt, dalim, bëjmë një story, bëjmë një postim dhe kështu. Tani do të vëj të gri qepët dhe ndërkohë dua të flas me ju një temë që e pash dje në Instagram. E kishte postuar një Reels Sara Karaj ku fliste për influencerat dhe se si epoka e influencerave po vjen drejt fundit. Unë jam shumë dakord me Sara në këtë pikë, çdo gjë është me cikël. Nëse e mbani mend, besoj se po, të gjithë, se sa ne rrinim dhe ndiqnim emisione televizive, lajme, emisione politike, dhe se sa shumë dikur influencoheshim nga televizori. Pra shikonim një reklam në televizor, edhe shkonim e blinim ta zëm produktin, shampon, kremin, nuk e di. Ndërkohë që sot, televizori e ka humbur këtë funksion. Sidomos 2 vitet e fundit, do të them, është bërë shumë trend rrjetet sociale, pra të qëndruarit në TikTok. Pra që kur erdhi TikToku, gjërat kanë ndryshuar, se TikToku është edhe shumë herë më i shpejt se sa Instagrami, pra një lajm, një reklam, diçka shpërndahet shumë herë më shpejt se sa në Instagram, dhe që prej ardhes të TikTokut vum re dhe një boom të influencerave, le të quajmë, të gocave dhe djemve të cilët merreshin me rrjetet sociale. Sepse mendonin që kjo do të ishte një mënyrë shumë e mirë përfitimi dhe ndoshta dhe nuk donin të bënin një punë fikse, ose mendonin që kjo gjë do t'ju jepte më shumë të ardhura, një të ardhura më të mirë dhe kështu. Dhe ky treg tashmë është mbi ngarkuar aq shumë sa vlera e dikujt që prezanton një produkt pothuajse po humbet fare. Dhe është më se normale, sepse siç e thash, çdo gjë ka një cikël. Ashtu si televizori dikur na influenconte të blinim dhe tashmë një gjë që ne shohim në televizor nuk e besojmë fare, madje kemi kuptuar që edhe emisionet dhe të gjitha ato që dalin në televizor janë të gjitha të inskenuara, pra kanë një skenar dhe diçka nga pas. Ashtu po ndodh edhe me influencerat, fatkesisht. Ndoshta shumë influencera e kanë keq përdorur pozicionin e tyre, ndoshta kanë reklamuar produkte të cilat nuk janë për të reklamuar, ndoshta kanë menduar vetëm të ardhura dhe kanë harruar pjesën tjetër. Dhe të gjitha këto kanë filluar të krijojnë një mosbesim nga audienca, sepse normal dikush që prezanton shumë produkte nuk mund të përdor të gjitha ato. Dhe duke mos i përdorur të gjitha ato, ti nuk e ke më besimin për të blerë një produkt që e shikon nga X influencer apo X person në rrjetet sociale. Sepse mendon që këtë gjë po e bën vetëm për të ardhura. Dhe është mëse e vërtet. Ajo që kam bërë unë personalisht, unë absolutisht nuk e shoh vetëm fare influencer. Unë këtë punë e kam nisur shumë herë më parë se sa të bëj trend. Dhe në momentin që e kam nisur, nuk e kam nisur me qëllim përfitimin, e kam nisur si një pasion timin, sepse unë për shembull bëja shumë foto. Tani është momenti që unë filloj dhe qaj. E kam nga qepa njërës, e kam nga emocione. Dhe isha duke thënë që ajo që kam bërë unë, sidomos tek Instagrami im, është që ka shumë vajza që më shkruajnë a të hapim YouTube, si të hapim YouTube, sa fiton nga YouTube. Dhe vetëm gjë që ju kam thënë është që nëse nuk e ke pasion, nëse ti nuk e bën me qejf, nëse ti nuk ke ide ose nuk e ke fare, nuk e di, nëse ti e bën me zor këtë punë, më mirë mos e bëj fare. Duhet të jesh rehat para kamerës, duhet ta kesh me pasion. Dhe vetëm gjë që unë nuk kam thënë është nëse ju e bëni për përfitim, mos e bëni fare. YouTube nuk është për përfitim.
Okej, ke disa të ardhura, po ato të ardhura nuk janë kaq të mëdha sa ti të, nuk e di, të dalësh nga natyra jote, nëse ti për shembull je një person që nuk të pëlqen të bësh video, të bësh foto, të dalësh para kamerës, dhe ti e bën këtë vetëm sepse mendon se do përfitosh, nuk ja vlen që ta bësh, sepse këtë ti do ta reflektosh edhe në video dhe në postime dhe thjesht do bësh atë mbi ngarkimin e tregut dhe nuk do bësh asgjë tjetër. Dhe kjo është përgjigje që unë kam dhënë çdo vajze që më ka pyetur për YouTube-in dhe përfitimet kryesisht në YouTube, që nëse ti nuk e ke me pasion, mos e nis. Sidomos duke marrë parasysh edhe kushtet që ka YouTube. YouTube kërkon të paktën 1000 subscriber dhe kërkon 4000 orë shikime. Që do të thotë zakonisht këto duan diku te zënje mesatare 8 muaj deri në 1 vit për ti arritur. Tani normal që mund të ketë raste që i kanë arritur shumë herë më shpejt 1000 subscriber dhe shikimet, por janë raste shumë më të rralla dhe e përgjithshmja është kjo. Pra, mesatarja e përgjithshme është 8 muaj deri në 1 vit për ta monetizuar fillimisht kanalin. Dhe i bie që ti 8 muaj, 1 vit do punosh pa pagesë. Ti nëse nuk e ke me pasion ta bësh këtë video apo të ecësh në YouTube, atëherë është e kotë sepse ti do të lodhesh dhe do të heqësh dorë shumë shpejt. Në jetë ekzistojnë shumë fusha që secili të gjej veten e tij. Dhe unë, si Sofia, unë për shembull e kam gjetur veten këtu. Nëse nuk do ta kisha gjetur veten, besoni nuk do ta kisha bërë këtë punë, do vazhdoja të merresha me profesionin tim dhe me atë punën time tetore aty dhe kaq do isha shumë okay dhe do t'i komplimentoja vajzat të cilat merreshin me këtë punë dhe arrinin të përshtateshin te kjo punë. Unë si Sofia mendoj që çdo njeri duhet të gjejë atë pikën ku ndihet më mirë, ku ndihet vetvetja në radhë të parë dhe që e bën vërtet me qejf dhe jo vetëm për të fituar. Pra jo çdo gjë në jetë janë parat, normal që parat janë shumë të rëndësishme, sepse pa para nuk bëjmë dot asgjë, sidomos në ditët sot që çmimet kanë arritur në këto nivele, etj. Problematikat që ju i dini tashmë është e kohë që unë ti përmend, por ideja është të bëjmë atë që na bën të ndjehemi mirë, na bën të ndjehemi vetvetja dhe në fund të ditës të shohemi ditën tjetër dhe të jemi të motivuar për ta bërë atë punë. Jo thjesht hajde shko bëje dhe kaq. Vazhdojmë me të gjithë procesin dhe do të shihemi pak më vonë. Erdhëm pako, tani njërën do të hapim, tjetrën do t'ja tregoj në vlog më vete. Kjo është një nga ato pako që unë zi po e prisja. Është ambazhur, është i madh, do ta vendos këtu tek dhoma e ndenjes. Kushton të diku te 20.000 lekë dhe mezi po pres tani duhet ta montojmë sepse siç e shikoni kjo është e paketuar kështu. Do e montojmë dhe do t'ja tregoj si do duket. Nëse nuk do ketë lam, do të shkoj t'i blej një lam shpejt këtu te supermarketi poshtë. Por ideja është që mezi po pres dhe le ta montojmë tani së bashku.
Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë sapo jam nisur për tek Beauty Laser, sepse sot kam seancën e 4 të masazhit limfodrenazh. Dhe nuk është se u kam folur shumë këtu në vlog, por kam pasur goxha rezultat, pra që ku e kam nisur deri tani. E ndjej veten më të lehtë, edhe më ka ndihmuar shumë edhe në pjesën e konstipacionit, sepse unë e vuaj këtë gjë, sidomos kur lëviz, pra nëse iki në fundjavë ose disa ditë, është vërtet shumë problematike kjo pjesë dhe më ka ndihmuar shumë, të them të drejtën. Kemi akoma dhe 6 seanca të tjera, domethënë nuk kemi shkuar as në mes të rrugtimit. E mira është që të bëhet 2 herë në javë, po unë kam pak kohën e limituar dhe nuk e di nëse do arrit ta vazhdoj 2 herë në javë. Gjithsesi, outfiti për sot është këtu, të paktën është pak vrentur, edhe kanë rënë pak temperatura, po e shijoj këtë atmosferë me shumë qetësi. Është akoma ora 9 e mëngjesit, edhe ndonjëherë më pëlqen të dal kaq herët, sepse nuk ka as njerëz, është më qetësi, ajri ndjedh më i pastër. Dhe pak spoiler, këto syzet janë nga Temu, nuk durova do dhe i vendosës, unë e zi për prisja, janë këtë formë shumë të veçantë dhe mendoj që më shkojnë shumë dhe duke shumë bukur. Kështu pra, kështu ka nisur e shtuna për mua. Ta shijojmë pak këtë kohën me vete, edhe nuk e di nëse do xhiroj sot dhe nesër dhe ta hedh vlogun të hënën apo të xhiroj thjesht sot, nuk e di, do shoh. Shihemi pak më vonë. Përshëndetje përsëri, unë jam rikthyer në shtëpi, sistemova pak shtëpi sepse në mëngjes e kisha lënë rëmur, kisha dalë me nxitim dhe rrugës bleva fiq. Unë vdes për fiq, nuk e di se sa i pëlqen ju. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video. E di që në këtë video kam folur më shumë se zakonisht dhe ka qenë një video ku kam darë më shumë mendime me ju. Shpresoj që ju ta keni shijuar dhe ta keni pëlqyer. Mos harroni të më bëni një subscribe, sepse shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Më ndihmoni shumë dhe më motivoni shumë për të krijuar më shumë video të tjera. Për videon e radhës besoj se do të kemi përsëri vlog, vetëm nëse vim pakot e Temut që janë duke i pritur dhe po vonohen. Do të kemi një video ndërmjet, pra midis këtij vlogu dhe vlogu tjetër do të kemi një video të dedikuar për blerje që kam bërë në Temu dhe videon tjetër do të dekorojmë dhe shtëpinë, do bëjmë disa ndryshime. Dje erdhi ambazhuri siç e tregova, duket shumë cute, shumë bukur. Dhe mezi po pres që të shtoj dhe elemente të tjerë dhe të marr pak më shumë detaje shtëpia. Kështu, ju puth, shumë faleminderit që më ndoqët, ne do të shihemi në videon tjetër.